Atëherë, dalim çike pjesa teknike. Trajneri nuk mund të thuhet trajneri mirë ose trajneri. Por këtë personali. Prit pra do ta dalë ke ky do ta. Njëti personalisht? Jo, nuk e njoh personalisht, po. Një sot, prandaj duhet të jesh në emision që ta njohësh. Si personazh. Sepse problemi një minutë. Ai vetëm flasim për trajner. Ore, problemi më i madh në Shqipëri, e di kush është? Problemi më i madh në Shqipëri është që ne nuk kemi menaxher të futbolli të mirëfillt, ata që menaxhojmë. Pse bëhet luftë e madhe? Lazio, Milan, Iglitare, menaxherë tjetër që drejton gjithë. Këtu blen 10 lojtar, njëri fut 3.000 këtu, tjetri fut 2.000 këtu, tjetri menaxheri i ndaj këtu me trajnerin, dhe i shkon fatura presidentit 15.000 dhe ai lojtari vjen nuk luan as ndeshje. Qofse nuk ka integritet drejtori sportiv dhe menaxheri, është një problem i jashtëzakonshëm në ekip. Dhe rastet tilla që janë suksesshme, si rasti i Zenelit, Zenelajt, është fantastike dhe unë duhet t'i mësoj. Nuk më duhet kornja zhube, nuk më duhet fare as teknika. As për teknikët, as për gjë. Ne nuk kemi drejtora sportiv, zotri. Tirana e ka vujtur, Tirana e ka vujtur. Diçka aty, në lidhje me Zenela dhe me Tetovën. Qofse këta nuk kanë një kimi të përbashkët me njëri tjetrin. Vërtet. Tani kjo është kryesorja. Ta mendoj. O zotëri, drejtori sportiv zgjedh trajnerin. Po pra. Iglitare mori Allegri. Trajneri. Ne fillojmë mbrapsh, marrim lojtarët, pastaj marrim këtë, pastaj marrim këtë. Po çoj deri në fund logjikën. Po s'pati kimi. Atëherë ky drejtori sportiv. Po s'u morën vesh. Ai punove. Nëse nuk i jep okay trajneri, president, po letra, presidenti institucion tjetër. E kuptoni të ne blejmë lojtarin pa marrë trajnerin, pa zgjedhur drejtorin sportiv dhe pastaj vin ata. Tani letë se di Altin, ta çoj deri në fund logjikën se ma preve. Atëherë kush është sekreti i Ignatiës, me sa shikojnë. Këta kanë pasur një projekt afatgjat. Dhe projekti nuk ka filluar sot me nesër, po ka qenë i shtrirë në 3 ose në 4 vjet. Presidenti është një tip i qetë i cili nuk ka diet gjëra, mas po gjëra që ato kanë gjë konkrete tani. Ka diet, më thonë një gjë konkrete. Po konkrete pra dal ke drejtori sportiv. Nëse drejtori sportiv nuk ka. O valla, pse nuk e bën Partizani më zotri? Ka probleme më valla, që të ketë një i kanë ndërtuar. Më dole nga logjika. Po prit ta çoj ke Ignatia. Ky djali Zenela. Ky punon shumë mirë. Punon ka rezultate të mira. Tregun afrikan e për gjitha me radhë duke Ditmari tha nga 10 blerje, 9 blerje kanë dalë të suksesshme. Ka trajnerë, se po s'dha okay trajneri që të ketë një kimi të mirë, që ta pëlqejnë të dy, ato lojtar, në fushë e fut trajneri, nuk e fut drejtori sportiv. Kur vjen puna përgjithësinë e madhe. Trajneri kush e merr? Si, po më kush e sjell trajnerin? Dakor në drejtori. Kush e sjell? Po trajneri nuk bën atë nga ana teknike. Kush e sjell trajnerin? Je gabim. Trajneri është institucion vete, presidenti dhe po ky pra e ka marr. Kush e ndërton ekipin? Po ky e ka marr. Kush e merr trajnerin? Drejtori, bravo i qoftë. Shumë mirë. Drejtori e di që do marrë. Jashtëzakonisht mirë. Atë ky djali ka dhënë gjë tjetër. Ka dhënë gjë që nuk del shumë, domethënë të ekspozohet, po bën punën aty, ka rezultate shumë të mira dhe tregon që këtë skuadra me prurjet që ka bërë, me shitjet që ka bërë, se nuk është vetëm prurja importi, por është dhe eksporti lojtarëve. Kjo ka rezultate shumë të mirë. Plus që buxheti i skuadrës është zhvilluar, ka marrë rezultate të mira dhe qoftë financiare. Unë qoftë se jam president më vëlla, unë do gjej një Zenel tjetër këtë. Do i them, sa merr ti Zeneli? Mirë kaq, sepse dike me ndërtu punë, ose tjetrin nuk ndryshon ashtu. Si nuk ndryshon? Po si nga fillon? Nga trajneri fillon. Trajneri nxjerrë drejtorin. Po jo mos po them kështu unë. Jo, presidenti ka lekët dhe i thot. Po presidenti merret ti ma organizoj gjithë klubin. Edhe urdhri këtu marr puron, siç e marrin presidentët, edhe rishikojnë nga lart. Dhe nuk afrohen presidentët. Dhe drejtori organizon, merr trajnerin, merr kapitenin, merr zëvendës kapitenin, merr sulmuesin, gjithë lojtarët. Po Nadia ka 3 vjet ka ndryshuar trajner. Po flasin për jashtëterit apo në Shqipëri? Jo, në Shqipëri ka 3 vjet. Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri kështu duhet. Jo, funksionon. Prandaj je ti jashtë kupave të Europës. Prandaj je jashtë kupave të Europës. Prandaj je jashtë kupave të Europës. Nadia ka futesh fare në grupe. Është futur Kosova, është futur Maqedonia, ti je jashtë. Unë nuk luaj këtu te Gardhi, sepse zgjedhin lojtarin para drejtorit. Altin, unë shikoj ke Ignatia edhe një fjalë të fundit, që ka hierarki brenda skuadrës. Kush është hierarkia? Domethënë trajneri ka punën e vet, vjen ke drejtori sportiv, pastaj vjen ke presidenti. Nuk mund të shkoj trajneri direkt ke presidenti, se nëse ana shkalon nuk bëhet puna me hallka. Apo
Po kështu edhe në ekip. Isi mirë në Prishaku tani, isi mirë festa, ditë marë. Po, e të do ti. Jo, një fjalë gamon. Urdhro. Folem për Egnatin, po e njëjtër situatë edhe këtë Dinamo. Jo, do të jap këtë. Jo, ka vetëm një fjali kam. Ka një president, ka drejtor teknik të zot, ka një trajner super të zotin dhe ka futbollist jo në nivelin cilësor si të Ignatius, por ndaj thash Ilirdaja meriton të titullin trofeun e vitit, sepse ka marrë futbollist si Majdin që me gjithë respektin dhe futbollistë të tjerë dhe i ka ngritur nivelin thuajse si Ignati apo më mirë se Nuk e shpresoj se Dinamo po ditë marrë, që për ta mbyllur atë temën e këtyre. Nuk besoj se Daja ka një performancë tjetër. Po ma leja ta mbaroj atë temë, burr, se këtu i kemi këta, i kemi parë, tani e dim që kush luajë. Ta mbarojmë të hapim temë, që të shërbej futbollit shqiptar dhe të mësojnë këta tjerë mos edhe lekët se është gjyna. Është gjyna, kanë hedhë lekët e dynjas më burrit dhe. Hidh lekët lumë, ja marrin menaxherët, sa ja marrin këtej. Themi për ndeshjen e nesër me dy fjalë, nëse po doja të thosh më për ndeshjen se sa del ndeshja? Çfarë i bëjmë? Ore, shiko, finalet nuk luajnë, fitohen. Për ta mbaruar për këtë për menaxherët. Ore, si është se ti ke vajtur në gjithë andej. Ke luajtur në Iran, në Bullgari, e ke luajtur me ekipin kombëtar me gjithë. Si është kjo punë në botë? Kush drejton në klub? Drejtori. Presidenti është Shqipëri? Në sa klube drejton? Unë nëse marr Shqipërinë, do marr nëse ka dy ekipe që janë drejt rrugës. Por ma thujnë total, pëse më thujnë më sekundë, po do shkoj pas se nesër Superkupa. Dhe nëse ka dy ekipe që po ndjekin rrugën e Skënderbeut famshëm, janë këto dy ekipe. Pra, si Egnatia, ashtu dhe Dinamo. Nëse flasim për Egnatin që folëm dhe mos e zgjatëm shumë, unë shikoj që edhe tek Dinamo po funksionon si e tillë dhe presidenti Bardhi, nëse ka bërë diçka të mirë, ka bërë që çdo gjë ja ka besuar teknikut Daja. Kujt? Me një ndryshim. Kush drejtori? Drejtori Barushi, kush punon aty, janë unison. Hierarki është Rion Xhafa, Luan Pinari dhe Ermal Barushi. Po s'ka një drejtor të vetë. Po kanë tre, sepse janë të tre këto, por unë di që qetet e merkatos. Për mua Ignati është më organizuar. Tekniku Daja. I ka Daja. E ka besu tekniku Daja. E kuptoj. Do të thënë bën rolin e trajner dhe menaxher. Është si Fergi. Po si Fergi. Mbas e ka futur sistemin angles. I bën gjitha, si pra është trajnerës dhe është diçka që i se kanë se u ashtu. Jemi të renditja. Jo, është renditja se shikon vllaznin që nuk është aty ku duhet të ishte. E kuptoj. Tani si del ndeshja nesër kjo finale e madhe Isuf? Unë do t'jem komend dhe nuk kam mundësi. Vazhdo të Radio Tirana, komend çdo ndeshje? 90 minuta e mban? Nuk kam të drejtë parashikoj. Unë do bëj. Nuk parashikojnë komentuesit, ja? Po parashikoj, je i dërguar, je emision. Ja kupton. E ke dëgjuar Isufi ka zë shumë bukur radio. E kam dëgjuar. Isufi më ka karakteristik, një ndër komentatorët më të mirë në vend që kemi. E kam dëgjuar edhe gjatë kohës që po ka rritur me gjithë. Flet edhe në studio, automatikisht më lidhet me duket sikur komenton ka bërë komplet atë gol e asaj. Sigurt është që do bëjë një finale e bukur. Këtë e parashikoj. A? Do bëjë një finale e bukur. Do bëjë një finale e cila do jetë ndoshta mos i thyen dhëmbët lojtarët kështu me goditje këndi se bëhet luzë fort. Janë të dy klube profesionistë. Kanë të dy trajnerët më të mirë në qark. Por është do jetë fort shumë ndeshje, mos rezultatet kanë të dy tifozëri të edukuara, edhe pse ndoshta në numër nuk kanë sa Vllaznia, sa Elbasan, sa Partizani. Po pra kanë çik kështu. Edhe sa Tirana. Por që mendoj që ndeshja do të jetë e bukur. Edhe ne mendojmë që do buzëqeshim nesër. Do kemi spektakël. Do të kemi do buzëqeshim. Amel Dental, klinika Amel Dental me mbi 14 vite eksperiencë në treg ofron për ju shërbime të specializuara në implantologji, kirurgji orale, ortodonci dhe të gjitha të tjerat shërbime të cilat janë dentare, profesionalizëm, siguri dhe rezultate të garantuara për çdo pacient. Rezervo tani një konsult falas në rrjetet e tyre sociale Amel Dental në numrin e telefonit 069 22 18-825 dhe fizikisht në dy adresat e tyre ish Fush Aviacionit Tiranë dhe klinika që ndodhet në qendër. Super fare mirë.